Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Sot nisën provimet e maturës shtetërore 2025. Gjua e huaj është provimi i parë që ju nënshtruan 597 maturantët lushnjar. Edhe këtë vit, teza u shpërnda në rrjetet sociale. Ministria e Arsimit dhe Sportit deklaroi se kjo gjë nuk e cënon procesin. Rreth 27.000 maturant në gjithë vendin ju nënshtruan sot provimit të parë të maturës shtetërore, atij të gjuhës së huaj. 597 maturant të bashkisë Lushnjë nisën provimin në orën 10 në 4 shkolla që plotësojnë kushtet infrastrukturore të përcaktuara në rregulloren e maturës shtetërore. Në shkolla 18 Tetori, Skënderli Bohova, 4 Dëshmorët dhe Vath Korreshi. Provimi zgjati 2 orë 30 minuta. Risia e maturës shtetërore 2025 ishin testet e personalizuara për maturantët që janë me aftësi speciale. Në qendrat e provimit ishin të pranishëm dhe forcat policore, por edhe pse masat e sigurisë nuk munguan, u përsërit skenari viteve të mëparshëm. Teza përsëri është fotografuar dhe është shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale. Ministria e Arsimit dhe Sportit siguron maturantët, prindrit, mësuesit dhe gjithë publikun se provimi i gjuhës së huaj i maturës shtetërore 2025 u zhvillua në kushte të plota sigurie dhe në transparencë të plotë. Akti i shëmtuar i fotografimit dhe publikimit të tezës së provimit të maturës së lëndës gjuhë huaj, pasi ka nisur provimi, nuk ndikon as pak në proces dhe nuk mund të hedhë poshtë punën e palodhur të mira mësuesve, administratorëve dhe punojësve të strukturave arsimore në të gjithë vendin, që kanë punuar prej muajsh me përkushtim për mbarvajtjen e këtij procesi. Ministria e Arsimit dhe Sportit dënon me forcë këtë akt. Maturantët do t'i nënshtrohen provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë më 10 qershor, matematikës më 17 qershor dhe provimit me zgjedhje më 24 qershor. Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, me anë të një mesazhi ka uruar maturantët për provimet e maturës shtetërore 2025. Ajo garanton korrektësi dhe siguri. Matura shtetërore 2025 nisi sot me provimin e gjuhës së huaj për mbi 27.000 maturant në të gjithë vendin. Ministri i Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, ka inkurajuar maturantët që i nënshtrojnë provimeve të maturës me një mesazh motivues, ku i siguron ata se i gjithë procesi është organizuar me përpikmëri dhe transparencë. Të dashur maturant, sot nis një moment shumë i rëndësishëm për ju, provimet e maturës shtetërore. Mbi 27.000 prej jush do të përballeni me një seri provimesh që nuk matin vetëm ato që keni mësuar, por edhe përkushtimin dhe mundin që keni treguar gjatë gjithë këtyre viteve të gjimnazit. Sot nisni me gjuhën e huaj, më pas do të vijë provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë në 10 qershor, matematika në 17 qershor dhe në 24 qershor do të zhvilloni lëndën me zgjedhje. E vetmja gjë që kërkohet sot prej jush dhe në vijim është të përqendroheni tek ajo që dini. Pjesa tjetër, organizimi, mbarvajtja e maturës, është përgatitur me shumë kujdes nga mësuesit, drejtuesit e shkollave, deri tek ekspertët e qendrës shërbimeve arsimore që për muaj me radhë kanë punuar për ta garantuar këtë proces të drejtë, të sigurt dhe të besueshëm për të gjithë. Që në janar janë shpërndar modelet e testeve, janë zhvilluar paratestimet në shkolla për të identifikuar vështirësitë, janë organizuar trajnime intensive me hartuesit, administratorët dhe vlerësuesit e testimit. Janë përzgjedhur me kujdes qendrat ku do të zhvillohet testi dhe është ndërtuar një fond pyetjesh në përputhje me programet orientuese. Kemi ndërmarrë edhe një hap të rëndësishëm për përfshirjen e nxënësve me nevoja të veçanta nëpërmjet testeve specifike. Për herë të parë, për nxënësit që nuk dëgjojnë, do të kenë pranë tyre mësues të gjuhës së shenjave gjatë testimit, një masë që siguron dhe nxit barazinë, dinjitetin për çdo nxënës. Në këtë proces janë angazhuar 145 administratorë të trajnuar, të cilët do të kujdesen për çdo aspekt të provimit, nga tërheqja e materialeve, kontrolli i ambienteve, ruajtja e fshehësisë deri tek dorëzimi i testeve. Ata do të jenë aty për t'ju dhënë gjithë qetësinë dhe sigurinë që ju keni nevojë. Janë ngritur 145 qendra testimi sipas standardeve, ndërsa 640 mësues janë përfshirë në procesin e vlerësimit për të garantuar një maturë transparente dhe të drejtë për të gjithë. Të dashur nxënës, e dim që keni kaluar shumë kohë duke studiuar, duke bërë ushtrime dhe duke u përgatitur. E dim që keni patur dhe do të keni emocione në këtë muaj, edhe dilemat tuaja. Ajo që ne si prindë si mësues ju themi është besoni tek vetja. Më i mira është përpara jush, për gjithçka që vjen pas këtij momenti në rrugtimin drejt një të ardhme të shkëlqyer për të gjithë.
Sukses! Vihet nën kontroll pas 3 ditësh zjarri në masivin pyjor të Darzezës që dogji 12 hektar. 2 helikopter Cougar të Ministrisë së Mbrojtjes izoluan plotësisht vatrat aktive të zjarrit. Në ditën e tretë të përballjes me flakët në masivin pyjor të Darzezës, zjarri është drejt shuarjes së plot. Sipas përgjegjësit të mbrojtjes civile të prefekturës Fier Kreshnik Ymeraj, ndërhyrja e 2 helikopterëve Cougar të Ministrisë së Mbrojtjes, të cilët operuan nga ora 9 deri 11 të ditës së sotme, ka bërë të mundur izolimin e plot të vatrave aktive, ndërsa sipërfaqja e përshkuar nga zjarri është 12 hektar. Aktualisht në këto momente situata duket dhe paraqitet e qetë, falë ndërhyrjes me 2 helikopterë nga ajri, cilit ka bërë të mundur izolimin e vatrës së zjarrit, shuarjen e flagëve, masivit të flagëve. Në këto momente është duke u punuar nga efektivet e MZSH-s Fier, të cilët janë futur në thellësi të pyllit për të eliminuar ato vatra të vogla që mund të kenë mbetur aktive brenda zonës së djegur, me qëllim që të bëjmë izolimin dhe fikën komplet të kësaj vatre zjarri. Kjo është një situatë që ka zgjatur prej 3 ditësh, por vetëm ditën e sotme kemi pasur diku te 4 mjete zjarr fikse dhe 30 forca zjarr fikse, të cilët kanë operuar kryesisht me mjetet rrethanore, pompa, lopata, për shkak sepse mundësia e operimit me mjete zjarr fikse ishte e vështirë për shkak të terrenit ranor që karakterizon këtë zonë këtu. Sipërfaqja e dëmtuar nga zjarri, sa hektar ka? Atëherë kryesisht janë përshkruar nga flakët rreth 10 deri në 12 hektar, që është bimësi e nivelit lartë, themi ne, por fatmirësisht nuk ka patur prerje të kurorës së pishave. Ka qenë bimësi e lartë, por nën kurori, themi, dhe sipërfaqja e përshkruar është 12 hektar. Kurse sipërfaqja e dëmtuar apo e djegur është në kompetencë të strukturave të tjera, të cilët mund të bëjmë vlerësimin e dëmit për më vonë. Ndërkohë është dita e tretë ende nuk ka një shkak. Një njoftim zyrtar. Shkaku i ardhes së zjarrit është në kompetencë ose më saktë janë në organet kompetente, të cilat punojnë për zbardhjen e rastit të ngjarjes. Pylli i Darzezës frekuentohet edhe nga qytetarë të shumë, të cilët lën pas mbetje të rrezikshme për burim zjarri, ndaj Ymeraj ka apeluar për më shumë kujdes nga qytetarët. Nuk është se bëjnë vetëm zgar, bëjnë edhe zarar, lënë mbrapa mbetje, të cilët janë burim për nisjen e zjarrit, dhe nga kjo situatë që paraqitet mbrapa, kërkoj të bëj një apel gjithë qytetarëve të cilët frekuentojnë pyllin e Darzezës, luteni të mbani pastër ambientin dhe mos ndizni zjarre në këto zona që janë me risk të lartë. Është shumë e vështirë të fikë zjarrin, por është shumë e thjeshtë të mos ndezim zjarrin. Ndaj një apel për gjithë qytetarët, evitoni ndezjen e zjarreve në këto zona me risk të lartë. Ndërkohë, pas përfundimit të ndërhyrjes nga ajri, aksioni do të vazhdojë nga trupat toksore për vënien nën kontroll të plotë të gjithë zonës së prekur nga zjarri, për të evituar riaktivizimin. Nis vjelja e shaqirit në Divjak. Tregu i brendshëm merr vetëm 20% të prodhimit. Pjesa tjetër e prodhimit është e destinuar për eksport. Prej disa ditësh, kultivuesit e shalqirit në Divjak kanë filluar të vjelin prodhimin. Mbi 450 hektar janë të kultivuara këtë vit në këtë zonë, çka do të thotë 20% më shumë se sezoni kaluar bujqësor. Aktualisht, çmimi i shalqirit është sipas cilësisë dhe varieteteve dhe varion nga 45 lek për tregun e brendshëm dhe 80 deri në 100 lek për tregun e jashtëm. Kemi filluar vjelën e shalqirit, kemi gati një javë, kemi vjelë me 600 lek, edhe vazhdon aktualisht 350-400 lek sot, selini. Bejo 4 deri në 4,5, ishtë një varietet tjetër. Fermerët e Divjakës, sipërfaqet e mbjella kanë kryesisht të destinuara për tregun e jashtëm, vendet e rajonit, por edhe në Evropë për shkak të cilësisë së lartë dhe hershmërisë. Tregtojmë tregun e Tiranës me shumicë, marrim çdo vit këtu në Divjak, ne fillojmë atë edhe pastaj dalim në vende të tjera. A pëlqet në tregun po, patjetër. Shumë, është cilësor. Me çmimet aktuale, fermerët janë të kënaqur. Temperaturat e larta të këtyre ditëve do të sjellin pjekjen e menjëhershme të kulturës së shalqirit dhe mosfutja me kapacitete të plota të eksportit do të çojë në fenomenin e përsëritur vit pas viti të rënjes së menjëhershme të çmimit. Kjo pasi tregu i brendshëm merr vetëm 20% të prodhimit të brendshëm, pasi pjesa tjetër është për eksport. Ne kemi filluar dhe jemi gati dhe për eksport dhe për treg brendshëm, po tregu brendshëm nuk na përballon dot. Vinë marrin nga 3-4 kujtal, kush dhe e haj, kush dhe e bëj, po nuk pati mjete për eksport tiki jashtë, ne jemi të marrur. Se çdo familje, çdo fermer këtu ka paktën me i dobti që jam unë me i vjelë që punoj vetëm me gruan, kam 5-2 lymë shalqi.
ndërsa tjerët kanë dhe nga 1 hektar dhe nga 2 hektar, kanë si përfaqe. Këto lishme, çfarë çmimi po e shisin tani? Çmimin unë për vete nuk kam filluar, po sa thonë 400 lek. Po, faleminderit. Unë nuk kam dalë në treg pse të gënjej veten kohët me fjalë, po duke parë që nuk ka rrugë, do të thotë që edhe çmimi bie gjithmonë. Atëherë në ra çmimi do shkoj 200 lek që do fitoj unë me dhe. Nuk fitoj asgjë, domethënë dal jek me shpenzimet. Pra ju synimin kryesor e kishit për eksport. Eksporti ende s'ka filluar të marrë. Po ne me të synim e mbjellim Zhargjirin, nuk e mbjellim për të hënë Shqipëria. Për të hënë Shqipëria ka bache plot. Se kanë hyrë gjithë në punë tani. Nuk punon vetëm Divjaka. Punojnë gjithë zonat. Edhe kështu që po nuk hap rruga eksportit, ne jemi të marror. Prefekti i Qarkut Fier, Arben Çuko, për zjarrin në masivin pyjor të Darzezës, tha se me ndërhyrjen nga ajri të helikopterit Cougar të Ministrisë së Mbrojtjes, flakët u vunë nën kontroll. Prefekti i Qarkut Fier, Arben Çuko, i pranishëm në operacionin e shuarjes së flakëve në masivin pyjor të Darzezës, është shprehur se me ndërhyrjen nga ajri të helikopterit Cougar të Ministrisë së Mbrojtjes, flakët po vihen nën kontroll. Çuko është shprehur se ende nuk ka të dhëna paraprake për sipërfaqen e dëmtuar, ndërsa ka theksuar se policia e Fierit po punon për zbardhjen e shkaqeve të këtij zjarri masiv. Dëmet nuk janë vlerësuar akoma sa i përket sipërfaqes. Po gjithsesi unë këtu në fakt do doja që të kisha dhe komandantin e zjarrfiksëve të Fierit dhe të zjarrfiksëve të bashkive të tjera që erdhën në mirë, kanë kryetare e bashkisë, gjatë ditës së djeshme dhe të sotës në krye të punëve. Fati i mirë dje ishte që nuk ishte erë dhe me ndryrën e fuqishme dhe sakrifikuese të zjarrfiksëve dhe me bashkëpunim dhe me bashkitë e tjera, jo vetëm të Fierit, u arriti u neutralizuar zjarri i djeshëm. Sot, nga kushtet e vështira të erës dhe të terrenit zjarrfikset, në terren rënor nuk përbaronin dot, u detyruam që kërkuam ndihmën e forcave ajrore dhe të Ministrisë së Mbrojtjes. Ministri i Mbrojtjes dhe shtabi i përgjithshëm u përgjigjen me njëhershme dhe shpresojmë që helikopteri të mbaroj punën që për arsye objektive zjarrfiksit vendor nuk arritën dot të bëjë. Prej disa ditësh po vijon puna për pastrimin e korridoreve brenda masivit pyjor, ka thënë Çuko, por për masat e zjarrit kanë qenë të mëdha duke vështirësuar hyrjen e mjeteve zjarrfikse. Bashkitë e tjera si Divjaka dhe Lushnja dhe Roskoveci, Ballsi, që kanë zona pyjore në administrim. E ka bërë këtë plan dhe me mjetin që ka siguruar bashkia, ka filluar puna me kohë për të hapur, për të pastruar, se ato janë rrugë tashmë të përcaktuara, për të pastruar rrugët në parcelat pyjore, në qëllim që të lehtësoj punën e zjarrfiksëve. Zjarri ka përshkuar bimësinë poshtë kurorës së masivit pyjor të Pishave, ka thënë Çuko, teksa ka vlerësuar punën e efektivëve zjarrfikës, duke i cilësuar heronj të ditës. Goditet nga policia, grupi kriminal në Fier arrestohen 4 persona me rrezikshmëri të lartë për trafikim armësh dhe droge. Operacioni procedimi në Fier ka arrestuar 4 persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore, shtetasit BB, NO, QSH dhe BB. Pamjet e policisë tregojnë kontrolle në një magazin droge, maska silikoni dhe armë në tokë. Në konferencën e përbashkët për shtyp të DVP Fier dhe prokurorisë së juridiksionit të përgjithshëm Fier, u tha se është goditur një grup i dyshuar kriminal për trafikim armësh, kultivim dhe shitje të kanabisit. 4 shtetas u vendosën në pranga, u sekuestruan 6 armë zjarri e gjahu, 4.000 fidan kanabisi, 5.000 fara kanabisi, qindra fishek të kalibreve të ndryshëm, radio dhe uniforma të policisë. Në kuadër të çështjes penale numër 1815, datë 18/11/2024, janë zhvilluar hetime të thelluara duke përdorur metoda speciale të hetimit për një periudhë 6 mujore, mbi veprimtarinë kriminale me qendër veprimi në Fier, Lushnjë, si dhe përtej këtij qarku, sikurse në Durrës, Shkodër, Kukës apo dhe jashtë territorit në Kosovë.
nga hetimet e deri tanishme të kryera. Është bërë e mundur të dokumentohet vepra penale, trafikimi i armëve dhe municioneve kryer në bashkëpunim, prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike dhe kultivimi i lëndëve narkotike parashikuar në anene 278 A paragrafi 2, 283 dhe 284 të Kodit Penal. Në bashkëpunim me strukturat e drejtorisë vendore të Policisë Fier dhe forcës së posaçme operacionale të Drejtorisë Përgjithshme të Policisë Shtetit, mbi bazën e urdhrave të ekzekutimit lëshuar nga prokuroria, si dhe për shkak të gjendjes së flagrancës diktuar nga dinamika e hetimeve, janë kryer në datën 2/6/2025 13 kontrolle në ambjente banimi, automjete, magazina dhe sipërfaqe toke, ku janë gjetur dhe sekuestruar prova materiale. Operacioni policor i koduar procedimi është finalizimi i një procedimi penal të ndjekur me metoda speciale të hetimit në drejtimin e prokurorisë Fier. Procedimi u fillua dhe u inicua nga sektori për hetimin e narkotikeve dhe trafiqeve në drejtorinë vendore Policisë Fier dhe u ndojsh në bashkëpunim të drejt për drejt me drejtorinë e forcës së posaçme operacionale në Policinë e Shtetit. Siç është bërë publike edhe më parë përmes njoftimeve tona për shtyp, strukturat e DVP-s Fier kanë vijuar pa ndërprerje operacionet për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale. Në kuadër të këtyre përpjekjeve, specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve siguruan informacion përmes inteligjencës informative dhe policore dhe referuan në prokurorinë e Fierit dhe u regjistrua procedimi penal 1815 i vitit 2014 që u ndojsh për gjithë këto muaj me metoda speciale të hetimit. Nga hetimet rezultoi se disa shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin ushtronin veprimtari kriminale në fushën e trafikimit të armëve dhe municioneve të kalibrave të ndryshëm, si dhe mbanin armë zjarri për qëllime kriminale. Ky aktivitet kryej në disa qytete të vendit, si Fier, Lushnjë, Durrës, Shkodër dhe Kukës, ndërsa në disa raste armët siguroheshin nga Kosova dhe futeshin ilegalisht nëpërmjet pikës së kalimit kufitar në Morin. Nga hetimet rezultoi se ky grup merrej edhe me kultivimin e bimëve narkotike dhe shitjen e kanabisit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.